kam probleme me stafin, si ta zgjidh, nuk po gjej talente. Kanë hikur gjithë në Gjermani, kanë hikur jashtë shtetit, kanë hikur në Angli, kanë hikur në Zvicër, nuk po ka staf punëtor. Pikë së pari, nëse ti je në këtë problem, pyetja ime është që, shiko, ky lloj problemi që ti ke është vetëm jote apo është i përgjithshëm? Pyetja e dytë që kam për ty është që të qoftë se ky është një problem që ti ke tani në këto momente, mendon që e ka fajin industria, është industria që po përjeton këtë lloj problemi, apo është një sinjal që biznesi yt duhet të ndryshojë model biznesi? Shiko, pjesa stafit është një pjesë që unë mendoj fort dhe e them me bindje këtë gjë që nëse ty po të largon stafi, po të qarkullon stafi, po të hikën stafi, apo nuk po gjen staf, me shumë mundësi problemi jot ka të bëjë me pjesën e organizimit të brendshëm. Problemi jot ka të bëjë me atë që çfarë po kërkon. Gabimi më së shumti që biznesmenët në gjithë botën kanë është që kërkojnë një staf shumë të kualifikuar me një rrok të ulët. Atëherë, kjo disbalans ty të krijon atë që quhet gap. Bështik dhe ti thua, po s'ka staf, po s'ka se çu. Nëse se ti ke kërkesa të mëdha llogaria, se ke kërkesa shumë specifike, kërkon një gjë shumë profesionale, dhe mënyra jote e shpërblimit ose e pagesës është e ulët, atëherë kjo është një lloj treguesi që ti duhet shikosh edhe një ndarjen e brendshme, organizimin e brendshëm. E dyta këshill që kam për ty është që shiko staf alternativ, shiko staf outsourcing. Puna me online është jashtëzakonisht ta sugjeroj fort. Do thuash ti jo të gjithë mund ta bëjnë, po ka një mënyrë se si mund ta adaptosh këtë gjë, por nga ana tjetër është edhe pjesa që kur flasim për probleme me stafin dhe kur flasim për organizimin e brendshëm, mund të krijosh edhe bashkëpunime me kompani. Për shembull, ke një kompani produksioni që merret me reklamat e tua apo me videot e tua apo me rrjetet sociale të tua apo me marketingun. Ke një kompani tjetër e cila merret me delivery ose ka shumë gjëra që ti mundet ta shikosh këtë gjë jo vetëm si brenda shtëpisë, pra ti shohësh vetëm brenda, por mund të shohësh dhe outsourcing, mund të shohësh dhe nga jashtë. Dhe ti mund të krijosh një binjakëzim ose një partneritet me kompani. Personalisht jam shumë pro bindjes që më mirë bashkëpuno me një kompani që mund të jetë në duke më e shtrenjtë, por kompania që ti po bashkëpunon është më serioze dhe ty të sjell më tepër fitim sesa një staf që ty të qarkullon. Fakti që stafi që po qarkullon do të thotë që ti nuk e ke në rregull mendimin im. Mos mu hakërrye, mos mu hakërre. Por mendimi im është nëse ti po të qarkullon stafin do të thotë që pozicioni jot i punës është pak konfliktual edhe nuk po çalon dot, nuk po ecën dot. Edhe nëse ti ndodhesh në këtë pozicion, provo disa mënyra të ndryshme, provo disa gjëra të ndryshme. Nëse një pozicion pune përbëhet nga një person, mbase ky pozicion pune ka 3, 4, 5 pozicione pune dhe ti mbase po ke një person që pra nga 5 persona që ti duhet paguash, paguam vetëm 1. Atëherë çfarë mund të themi këtu? Do të thotë që sinjali që stafi ty po t'i jep është i dukshëm, vetëm ti duhet ta lexosh. Dhe sinjali është, hey, shiko, unë nuk kam staf. Atëherë kjo nuk është një gjë fatkeqësi që të kanos vetëm ty, por thjesht është një sinjal, është një tregues që shiko, ka diçka për ta rregulluar tek sistemi i brendshëm, tek komunikimi i brendshëm. Personalisht jam dakord që kjo nuk është pyetje e lehtë, pra është pyetje $1 milion, shumë e vështirë për të zgjidhur, por prap theksoj fjalën tek pozicionimi i kompanisë, tek modeli i biznesit dhe te struktura e brendshme. Shiko çfarë ke aty që po ke ngërç, po ke konflikt, shiko se çfarë ty ta shkakton këtë gjë. Nëse kjo të pëlqeu, komento më poshtë dhe më thuaj nëse ju afrova pak a shumë, nëse të ndihmova për problemin që ti ke.